Në regionin e Gostivarit vazhdojnë të operojnë mashtrues të ndryshëm, të cilët i gënjen qytetarët duke ju ofruar shërbime nga më të ndryshmet, pastaj u marrin parat apo gjësendet me vlerë dhe largohen nga vendi për të mos u kthyer më kurrë. Rasti i fundit ka ndodhur dje kur një 41 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar në polici një person nga Ohri me të cilin gjatë vitit të kaluar gjëja se janë marrë vesh se do të bashkëpunonin në kuadër të një kompenzimi dhe më pas qytetari nga Gostivari ka mbetur personi dëmtuar me të mirat e tij materiale. Nga policia e Gostivarit e konfirmoi ngjarjen duke vërtetuar se një 41 vjeçar nga Gostivari me inicialet ZH dje ka denoncuar një mashtrim që i është bërë nga një person nga Ohri me inicialet EH, me të cilin në mars të vitit të kaluar në mënyrë gojore ka bërë marrëveshje që t'ia montoj disa dritare tek një objekt që e ka në rrugën Pançe Popovski në Gostivar. Si kompenzim për këtë, ZH nga Gostivari ja ka dhënë mashtruesit veturën e tij të tipit Jeep, vlera e të cilit arrin diku 12.000 euro. Por pasi që personi nga Ohri nuk i ka qëndruar marrëveshjes duke shkelur për 10 muaj mbi të, i dëmtuari vendos që ta denoncojë në polici sepse ai jo vetëm që nuk e ka kryer punën, por nuk ja ka kthyer edhe veturën. Nga policia bëjnë të ditur se i kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të rastit dhe kapje të autorit. Së këndemi, sektori për punë të brendshme Tetov apelon tek qytetarët që të jenë të kujdesshëm me personat e panjohur, të cilët ju ofrojnë shërbime të caktuara apo edhe prodhime me prejardhje të dyshimta. Apeluhet po ashtu që të mos u huazohen personave të panjohur dokumentet personale apo kopjet nga të njëjtat, sepse ato mund të keq përdoren shumë lehtë. Nëse përballen me këto raste, qytetarët duhet menjëherë që ta njoftojnë stacionin më të afërt, me çka do të ndihmojnë në zbulimin dhe sankcionimin e mashtruesve potencial, theksojnë nga sektori i punëve të brendshme Tetov. Gjatë vitit të kaluar kanë ndodhur me 10 raste mashtrimesh. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov nënvizojnë se numri i qytetarëve të mashtruar dyshohet të jetë shumë më i madh, duke marrë parasysh se shumë prej tyre ngurojnë t'i paraqesin rastet në polici. Kjo për arsye kërcënimesh dhe frikës për sigurinë e familjes. Por nga policia inkurajojnë qytetarët që rastet e këtilla t'i paraqesin pa u ndrojtur nga askush, sepse me personat e denoncuar më pas do të merren organet kompetente, duke ofruar siguri edhe për denoncuesit, por edhe për familjet e tyre.